Kujtesa në qiellin e huaj. E dija se do të ishte një natë e ndryshme, që kur era filloi të bënte zhurmë përpara dritares së dytë pasdite. Era e nëntorit në qytetin tonë të vogël të Bregdetit kishte një shprehje të veçantë, si të ishte një kafshë e sëmurë që kërkonte strehim. Por jo dhe ajo më kishte përgatitur për atë që do të ndodhte. Ke dëgjuar? Në shtëpinë përballë kanë shkuar banor të rinj, më tha Eleni, bashkëshortja ime, duke lëvizur kazanin në sobë. Ere mire fasuleve të freskëta mbushi kuzhinën tonë të vogël. Po pash disa kamion dje, përgjigja unë duke rregulluar librat në raft. Shpresojnë të jenë njerëz të qetë. Ke parë burrin? Pyeti Eleni me një ngacmim në zë që njohja shumë mirë. Çfarë lloj pyetjesh është kjo? U përgjigja duke përpjekur të mos buzëqesh. Thjesht pyes, tha ajo, duke buzëqeshur hapur. Djemt tanë janë në shtëpi dhe do të bënin mirë të takonin disa njerëz të rinj në lagje. Nga dritare e kuzhinës mund të shihja pjesërisht shtëpinë përballë, një ndërtesë dykatëshe me lule shtrydhe të kuqe, të njëjta si e jona, por me një pemë ulliri të vjetër në borë që i jepte një karakter të veçantë. Kishte kaluar një javë kur e pash për herë të parë. Ishte një mbrëmje e martë dhe po kthehesha nga puna. Ai ishte në borë, duke u përpjekur të rregullonte një të çarë në murin e gardit. Kur kalova pranë, ngriti kokën dhe buzëqeshi, një buzëqeshje ngrohtë, e thjeshtë që i duhej buzëve. Mirëmbrëma, tha me një zë të butë. Mirëmbrëma, u përgjigja. Jeni i ri këtu apo jo? Po, sapo kemi ardhur. Unë jam Nikos, Marko dhe tha unë duke i zgjatur dorën. Dora e tij ishte e përhim dhe e fortë, dora e një njeriu që punonte. Shpresoj të mos kemi bërë shumë zhurmë me lëvizjen, tha ai duke treguar me kokë drejt shtëpisë. Asgjë e veçantë, sigurova. Mirë se erdhe në lagje. Ai kishte fytyrën atletike të një burri në të 30-tat, me sy të kaltër që kishin një thellësi që nuk e prisja. Flokët e tij të errët, pak të shkurtët, ishin të dëshmuar nga dielli. Dhe kur fliste, buzëqeshja i përhapej në të gjithë fytyrën. Atë natë, ndërsa Eleni fliste për të gjitha lajmet e lagjes, mendja ime kthehej tek ai takimi i shkurtër. Ishte ndjenjë e pazakontë, si të kisha zbuluar një libër të ri nga një autor që nuk e kisha lexuar kur, por dija që do të më pëlqente. Çfarë mendon? Pyeti Eleni, duke më goditur me bryl. Asgjë, u përgjigja shpejt. Thjesht po mendoja për punën, por nuk isha i sinqert. Marko, a mund të më japësh një dorë? Pyeti Nikos nga gardi një të shtunë pasdite. Kam një problem me çatin dhe nuk dua të ngjitem vetë. Eleni më dha leje me një herë. Shko ndihmoje djalin. Është e mirë të kemi marrëdhënie të mira me komshit. Kur erdha në shtëpinë e tyre, u habi të shihja se ishte e thjeshtë, pothuajse zbrazët. Në kuzhinë kishte vetëm një tryezë dhe 2 karrige. Dhomën e ndënjes vetëm një koltuk dhe një raft libra. Ke ardhur vetëm? Pyeta duke u ngjitur në çati. Për momentin po, përgjigja ai. Gruaja ime është në Athinë për punë deri në fund të muajit. E ke vështirë të jetosh vetëm? Pak, pranoi ai, por më pëlqen qetësia. Në çati, ndërsa punonin, biseda filloi të rrjedh më natyrshëm. Mësova se ishte inxhinier, se kishte punuar disa vjet në Francë, se kishte kthyer për shkak të SM-së së mur. Më tregoi për dashurinë e tij për muzikën klasike dhe për detin. Ti? Më pyeti. Unë jam mësues, u përgjigja. Histori në gjimnazin Vendas. A do të duash? Pyetja ai me sinqeritet. Çdo ditë, u përgjigja pa hezitim. Fëmijët janë të lodhshëm, por të ndjeshëm. Dhe historia është mësimi më i mirë për të tashmen. Ai më pa mua me një vështrim të thellë. Nuk e kam parë kur historinë në atë mënyrë. Kam qenë gjithmonë më i pritur për matematikë, gjërat që janë të sigurta të qarta. Jeta nuk është e qartë, tha ai, duke mos e kuptuar pse po i flisja në mënyrë kaq të hapur. Jo, përspëriti ai. Nuk është. Një herë fort na goditi atë moment dhe unë humba ekuilibrin për një çast. Ai më kapi për dorë. Kujdes, më tha me zë të ulët. Dora e tij mbi time ndjehej si djesht dhe ngrohtësi. Kemi qëndruar ashtu për një moment, më shumë se sa duhej, por dhe tërhoqa dorën, ai buzëqeshi përsëri. Javët kaluan dhe takimet tona u bën më të shpeshta. Ndani shërbime të vogla, libra, receta ushqimesh. Eleni ishte lumtur që kishim një komshi kaq të mirë. Është i sjellshëm, tha një mbrëmje, dhe të pëlqen shumë ty. Unë u ngrita për të marrë një gotë ujë. Çfarë do të thuash me këtë? Asgjë, tha ajo, por buzëqeshja në buzët e saj tregonte diçka tjetër.
Atë të premte, Nikos më ftoi për një kafe. Eleni ishte në shtëpi të vajzës sonë dhe fëmijët ishin në shtëpi të miqve. Ke ndonjë plan për sonte? Pyeti ai nga gardi. Jo, përgjigja, do të jem vetëm. Atëherë heja për një kafe. Kam bler një kafe të re që dua ta provoj. Shtëpia e tij tani kishte më shumë gjëra, një divan i ri, disa piktura në mure, por prap mbetej një ndjesi bosh. Ai kishte përgatitur kafe në kuzhinë dhe kemi dalë në balkonin e vogël që shikonte drejt detit. E di, filloi ai pas një heshtje, kur u largova nga Greqia, mendova se nuk do të kthehesha kur, por tani që jam këtu nuk e kuptoj se si kam mundur të jetoj kaq larg. Çdo vend ka energjinë e vet, u përgjigja, dhe njerëzit e vet. Ai më pa. Ti flet si poet. A është keq? Jo, tha ai, është freskuese. Koha kaloi pa e ndjerë. Biseduan për gjithçka, për politikë, për artin, për fëmijërinë. Më tregoi për babain e tij që kishte humbur kur ai ishte vetëm 10 vjeç dhe për dashurinë që kishte ndjerë një herë për një djalë në universitet, një dashuri që nuk kishte guxuar ta tregonte kur askujt. Kur më tha fjalët, ajri ndryshoi. Nuk ishte vetëm një pranim i thjesht, ishte një shpërfytyrim i plot. Unë fillova, por fjalët më munguan. A ke ndonjëherë ndjer diçka të tillë? Pyeti ai, duke mos lëvizur nga syt. Kishte kaluar një kohë gjatë dhe nuk e kishim bërë këtë pyetje vetes. Rinia ime, konfuzioni, frika, dashuria për Elenin, dashuria e vërtet dhe e thellë, dhe gjithë ato ndjenja të tjera që kisha shtypur thellë, që kisha etiketuar si mikësi ose admirim. Po përshpërita, po kam. Ai shtriu dorën përsëri dhe për këtë herë nuk e tërhoqa. Kemi qëndruar në heshtje, dorë në dorë, ndërsa dielli perëndonte pas detit. Dielën e ardhshme Eleni më pyeti: "Çfarë po ndodh me ty, Marko? Je kaq i heshtur këto ditë?" "Nuk ndodh asgjë," përgjigja. "Thjesht jam i lodhur nga puna." Por isha një gënjeshtar i keq. Në mbrëmje, kur Eleni po shikonte televizor, dola në obor. Nikos ishte atje duke pirë një gotë verë. "Mirëmbrëma," tha pa u kthyer. "Mirëmbrëma, si është Eleni?" "Mirë," u përgjigja. "Dhe ti?" "Gruaja ime kthehet nesër," tha ai. Fjala gruaja doli më e rëndë se zakonisht. O, ishte gjithçka që mund të thoja. "Hëna, është e bukur sonte," vazhdoi ai. "Po, Marko," tha ai, duke u kthyer më në fund, "nuk duhet." E ndërpreva. "Ne nuk duhet." Ai ulet në karrige. "E di." Eleni më thiri nga brenda. "Marko, po bie shi." Kisha dashur të qëndroja, por nuk e bëra. Kur u ktheva në shtëpi, Eleni më pa me një mëvështrim të çuditshëm. "Je i lagur," tha. "Po." "A e di që Nikos ka grua?" pyeti ajo papritur. "Po," përgjigja, duke u ndjerë si të kisha marrë një goditje në stomak. "Pse e pyet?" "Asgjë," tha ajo, duke kthyer vështrimin përsëri në televizor. "Thjesht pyesja." Javën pas arse takova gruan e Nikos. Ishte një grua e bukur me flokë të kuqe dhe një buzëqeshje të gjerë. "Ju falenderoj që keni ndihmuar Nikon kur unë nuk isha këtu," tha me zë të ngrohtë. "Është komshi i mirë," u përgjigja. Nikos doli nga shtëpia. Kur sytë tanë takuan, ndjeva një dhimbje në gjoks që nuk isha paragjykuar kurrë. "Marko," tha ai me zën formal. "Kjo është Sofia. Gëzohem që të njoh," tha Sofia duke më dhënë dorën. Unë i shtrydha dorën dhe u largova me shpejtësi. Atë natë kur Eleni po flinte pranë meje, vështrova në errësirë dhe mendova për atë dorë të ngrohtë dhe ato sy të katër. Mendova për të gjitha ato fjalë të pathëna dhe për ato që ishin thënë. Muajt kaluan. Nikos dhe Sofia u bën pjesë të jetës sonë sociale. Shkonim së bashku në plazh, në darka. Eleni dhe Sofia u bën mike të mira. Dhe unë mësova të jetoja me atë dhimbje të thellë që u bë pjesë e imja, si një plagë e vjetër që nuk shërohet kur plotësisht. Një ditë, kur ishim vetëm në obor, Nikos më tha: "Do të largohemi. Sofia ka gjetur punë në Thesali." "Kur?" pyeta duke përpikur të mos tregoj asgjë. "Pas 2 javësh. Shpresoj të jemi të lumtur atje." "Marko," tha ai me zë të ulët, Mos përshpërita, ju lutem mos." Ai ngriti dorën dhe për një çast mendova se do të më prekte fytyrën, por në vend të kësaj e vuri në shpatullën time. "Do të më mungosh," tha, dhe pastaj u kthye në shtëpi. Dita e largimit erdhi shpejt. Eleni qante. "Do të më mungonte kaq shumë," tha duke e përqafuar Sofin. "Ne do të vim për të vizituar," premtoi Sofia. Kur erdhi radha ime, Sofia më përqafoi fort. "Rri me shëndet," tha. Pastaj erdhi radha e Nikos. Ai më përqafoi edhe në veshin tim përshpëriti. "Më fal." Pastaj u larguan. Kam qëndruar në obor për një kohë të gjatë duke parë vendin bosh përballë. Sot, 2 vjet më vonë, kur shoh në qiell, më vjen ndërmend Nikos dhe e di që Eleni e dinte gjithmonë. Një mbrëmje, pas një darke, ku kishim pirë pak më shumë, vetë se zakonisht ajo tha: "Ti e doje atë apo jo?"
nuk u përgjigja. Ajo ishte dashuria që burri im nuk dinte të kishte, vazhdoi ajo, dhe unë jam gruaja që nuk dinte t'ja jepte. Fillova. Ajo ishte pjesa jote që unë nuk e njihja kurrë, tha ajo duke mbajtur dorën time, dhe ndoshta ishte pjesa e tij që Sofia nuk do ta njoh kurrë. Unë të dua, i thash me zë të brisht. E di, tha ajo, dhe unë të dua, por dashuria ka shumë formacione, si rret në qiell. Disa i shohin, të tjerat janë atje, por nuk mund t'i prekim. Tani, kur dita është duke mbaruar dhe rret në qiell marrin ngjyrat e purpurta dhe të portokallta në muzgun, ndihem i lirë për herë të parë. I lirë për të kujtuar atë ngrohtësi, atë sinqeritet, atë mundësi për një jetë tjetër që nuk e jetuam kurrë. Dhe më në fund kuptova se ndonjëherë dashuria më e madhe nuk është ajo që jetojmë, por ajo që zgjedhim të mos jetojmë, për respektin ndaj atyre që duam dhe ndaj atyre që na duan. Qielli është i pastër sonte dhe unë vështroj në të, duke e ditur që diku në një qytet tjetër dikush ndoshta po bënte të njëjtën gjë. Dhe kjo mjafton.